Shikues të nderuar, ju përshëndes, Jaku, po ritakohemi këtu në aktualitet edhe për sot. Do të flasim sot, do të fokusohemi tek rajoni dhe në zhvillimet ndërkombëtare. Do nisim me ato në Kosovë. Unë kam kënaqësinë të kem lidhje drejt për drejt me studion time, zotin Lutfi Bilalli. Zoti Bilalli, kënaqësi që jemi së bashku, do përshëndes. Përshëndetje Gon, kënaqësi edhe nga ana ime. Po e nis në fakt me zhvillimet e pritshme në Kosovë në datë 19 nëntor, është pikërisht limiti i kohës kur Glauko Njufca, i mandatuar nga Vjosa Osmani për të formuar qeverinë e re, duhet që të votbesohet. A do të kemi një votbesim, një qeveri të re, apo do të shkojmë drejt zgjedhjeve? Si parashikohet situata? Po kemi hyrë në fazën të rit të mërkurën, edhe do thotë edhe 2 ditë në ndajnë, nga ledhja që duhet të mbahet në Kuvendin e Kosovës, në Parlamentin e Kosovës, për të dhënë votën mandatarit të dytë nga radhë televizijës vetëndosë, zotit Konjusa. Mendoj që është shifet që është një humbje kohe, nuk mund të thojmë asnjëherë kur nuk mund ndodhë që do shta pikpyetja, aja teoria e gjasave dhe vetë presidentja që ka shprehur kur e ka dhënë mandatuar Konjusën. Por mendoj që është jashtëzakonisht e vështirë të arrit gjashtë një numër për të mundësuar mandatarit të ri apo të propozuarit tani më të mandatuar nga presidentja. Besoj që kemi hyrë në një rrugë ku ma tepër kemi humbje kohë se sa realisht deri aty që të kemi një qeveri të re. Besoj që të mërkurën mbrëmjes së mbas së lartit të ajtën do kemi nga ona presidentes dekretimin për shpërndarje të parlamentit dhe datën e zgjedhjeve të reja për 10 orë. A do jetë fundi vitit, dhjetori 28 apo 21? Do shohmi, por jashtëzakonisht është problematike të thuhet për këtë moment që Konjusa do arrin të marrë atë numrin magjik 61. Nga se nuk ka vullnet, mund të them, dhe nga gjitha forcat dhe polet politike sot në Kosovë. Ajo që unë do doja të kuptoja janë dhe zhvillimet nga Partia Demokratike e Kosovës, ku kryetari Memli Karasniqi ka dhënë dorëheqjen dhe janë diskutime tani për të mbajtur dhe po them mbledhja konventa për zgjedhjen e kryetarit të ri. Nuk e di nëse mund të bëjmë një analizë të shkurtër në lidhje me këtë gjë, pse erdhi dorëheqja e Krasniqit dhe kush dhe kur mund të vendoset për kreun e ri, sidomos në një situatë kur mund të gjendemi përballë zgjedhjeve të parakohshme në dhjetor. Gënë thëmë drejten, PDK-ja gjetë një situatë pa leadership që nga shkurja e 2 liderve, më të thëmë historik të Partisë Demokratike, zotit Thaçi dhe Veseli, dhe kjo me siguri shumë e dëmton PDK-n, por situata e tillë çfarë gjendet që tash më duket që në ora 16 është konvokuar takimi dhe mbledhja konventes Partisë Demokratike, do jetë më duket që çështja e kryere se kush do dhejsh PDK-n, do jetë me siguri Bedri Hamza, por të nalet e pyetja juaj, Krasniqi si një lider mund të them relativisht i ri, edhe pse ka një përvojë të madhe në Partinë Demokratike, ka qenë edhe 2 herë ministër gjatë mandatit sa ka pas qeverisjen PDK-ja, dhe marrin pastaj të mandatit për t'i pri PDK-s ka qenë një rrugtim jo i lehtë i tina. Dhe mendoj gjitha konfrontimet të brendshme dhe përçarjet të brendshme apo fraksionet brenda PDK-s kanë qenë jashtëzakonisht vështirë të menaxhohen nga zoti Krasniqi, dhe kjo me siguri ka shtyer që nuk ka mund të përballoj më tepër. Nga se presioni më duket që brenda partisë ka qenë i madh, dhe sidomos me humbjen e Mitrovic, pastaj një lloj përçarje që ka ndodhur në bastionin e PDK-s në Drenic, në komunën e Drenasit. Gjitha këto kanë mushur kupën që me vetë dëshirë, me vullnetin e vetë të lërë venin e kryetarit të partisë dhe të jap dorëheqje. Por ardhmja e PDK-s mendoj që është vështirë që të mirret apo të flitet për të si një parti e cila mundet në të ardhmen apo në zgjedhjet që do vinë në dhjetor, një konsolidim të shpejtë të PDK-s për të arritur për një rezultat më të mirë është një pikpyetje e madhe. Por mendoj që brenda PDK-s ka, mund të them, apetite për leadership. Këtë ka shprehur edhe
Enver Hoxhaj, cila i ka dhënë kritika të shumta rreth asaj që duhet spaku për një javë të prolongohet apo të shtyhet dhe të ketë një garë ferr dhe të demokratike brenda Partisë Demokratike. Por unë mendoj që në çështje kryer do ta kemi sonte Bedri Hamzën kryetar të partisë, mirë po a do jenë gjendje zoti Hamza edhe pse njihet një njeri i cili ka disa karakteristika të një bashkëpunues, afrues, ka një urtësi jashtëzakonisht të nivelit të kënaqshëm, por a ka defekte në anën tjetër të aspektit të profilizimit të tij politik, profesional po, por atë politik mendoj që ka disa bonuse që ndoshta ja zvoglojnë, mund të them, atë prestigjin për të qenë leadership i suksesshëm. Por sidoqoftë të këja ka hyrë në një fazë kur duhet ta ketë një kryetar, por pas konventës më duket që prap do kenë situata të pakënaqësive të njerëzve të cilët kanë pasur apetitin që t'jenë ata që do udhëheqin PDK-n apo një kryesi e cila do jetë e përfaqësuar nga, mund të them, fraksione të ndryshme që nuk e besoj për momentin. Qartë, para se të hidhemi tek disa zhvillime që përfshin edhe çështje ndërkombëtare, unë dua të flasim edhe pak për dëshminë e ish generalit NATO-s Wesley Clark në Hag për protestën që zhvillohet atje, një tjetër protestë radhës kjo, organizuar nga organizata e veteranëve të luftës UÇK-s. Çfarë mendon për dëshminë e Wesley Clark? Është patjetër njeriu që ka bombarduar Jugosllavinë, ka urdhëruar, pra po themi, ka zbatuar bombardimin e Jugosllavisë. Po, generali Clark, mund të them, ka qenë ndoshta figura kyçe e asaj që njihet në doktrinën ushtarake të komandës, dhënies së urdhrave, dhe mendoj që Clark rreth Kosovës ka, mund të them, ato meritat në të cilat ne duhet të falenderojmë çdo herë, por në rastin e dëshmisë së tij në Hag, mendoj që do jetë ai që do ta thotë të vërtetën rreth tërë asaj, rreth kontakteve që ka pas me të akuzuarit, që padrejtisht thëmë drejtën akuzohen së në Hag, dhe mendoj që dëshmia e tij edhe e dy përfaqësuesve tjerë amerikan, edhe kjo fundit e Hillit, tregojnë qartas që është një lloj përgjegjësie, mund të them, edhe vetë asaj që ka ndodhur në raportet me kreun e UÇK-s, këtë rast me zotin Thaçi, dhe mendoj që ajo një bukur mirë Thaçin. Jo vetëm gjatë luftës, por edhe pas luftës në kontaktet me Thaçin disponon informacione dhe fakte me të cilat, mund të them, e anashkalojnë e hedhin poshtë tërë akuzën që sot përcillet dhe është ngritur në Hag ndaj Thaçit, Veselit, Krasniqit dhe Selimit. Dhe mendoj që do jetë, mund të them, ndoshta deklarata dhe dëshmia më e besueshme, nga se është një informacion dhe një dëshmi e personit i cili faktikisht si gjatë kohët para dhe gjatë kohës e luftës ka qenë, mund të them, figura kyçe, jo vetëm në aspektin e një generali ushtarak, por mendoj që edhe në aspektin politik dhe diplomatik. Dhe mendoj që kjo dëshmi do ta forcoj dhe do ta betonizoj, mund të them, të gjitha faktet dhe argumentet që katërt të akuzuarit padrejtisht në Hag janë të pafajshëm. Dhe është shumë e rëndësishme, mendoj që dëshmia e Clarkut do jetë një dëshmi e cila, mund të them, do ta fundos tërë akuzën që është ngritur ndaj katër liderëve politik dhe ushtarak të UÇK-s. Qartë, mirë, dua të zhvendosemi në disa zhvillime të tjera, po them, duke përfshirë këtu edhe Shqipërinë, edhe zotin Edi Rama, Shqipërinë e cila po armatoset me teknologji izraelite dhe si qëndron kjo tani në raport me aleancën që ka Shqipëria me Turqinë në kontekstin e marrëdhënies midis Turqisë edhe Izraelit, që është një marrëdhënie mjaft e tensionuar, duhet thënë, a mund të shihet si një farë në thonjza tradhtie, po kjo nga ana e Erdoganit. Çfarë analize mund t'i bëjmë kësaj?
Zoti Loli, më mendoj që sot në Ballkan i kem dikon ja 3-4 fuqi të cilat kanë interesat e tyre gjeostrategjike në Ballkan, duke përfshirë shef luftrat dhe konfliktet dhe divergjencat sot janë për resurse dhe burime, dhe mendoj që Ballkani është një pikë jashtëzakonisht strategjike dhe nëseshme, qoftë për evropianët, amerikanët, turqët, rusët, por në momentin e fundit një lloj, mund të them, interesimi të shtuar ka ngritur edhe Izraeli. Dhe mendoj që në raportet me shqiptarët nuk është ndoshta era, por që mendoj që ndoshta Roma në farë mënyre trason pak a shumë një linjë të Ahmet Zogut, i cili në momentet të caktuara ka ditur të bëj aleanca dhe të prish aleanca, por mendoj kjo në raport me Turqinë në dualitet në nivelin e rivalitetit për Ballkan është jashtëzakonisht i shprehur. Turqia më herët ka qenë, mund të them, involvuar sidomos në Shqipëri dhe Kosovë, por edhe në Bosnjë, mund të them në përgjithësi në tërë regionin e Ballkanit Perëndimor. Mirë po për shkak të, mund të them, afërsisë gjeografike, asaj historike, elementeve që kanë të bëjnë me elementeve kulturore, mendoj që ka qenë, mund të them, ajo pole të erë, jo vetëm interesin e saj, por edhe influencën për të qenë dominante në këtë pjesë. Mendoj që rivaliteti mes Izraelit dhe Turqisë mund të shprehet kjartas ndoshta edhe në ftohjen e raporteve Shqipëri-Turqi, apo në rast në këtë rast kryeministit, se nuk e besoj që turqët kanë diçka të bëjnë ndonjë revansh ndaj Shqipërisë apo shqiptarëve në përgjithësi, por niveli i udhëheqjes në Shqipëri mendoj që në një farë mënyrë ndoshta ka thyrë besën me Erdoganin, por sidoqoftë interesat sotshme nuk merren shumë në aspektin emocional, dhe ato janë fluide, janë dinamike, dhe mendoj që kjo do jetë sidomos në interesimin e palës izraelite, e cila dëshiron që të financoj, të investoj në industrinë e mbrojtjes shqiptare, do të ishte, mund të them, deri dikun e pranuar, mirë po me qenë se Izraeli ka interesa jashtëzakonisht të mëdha edhe në Bosnjë, sidomos me entitetin serb, një bashkëpunim me Serbinë po ashtu edhe me Herceg Bosnjën, dhe besoj që është joshse dhe interesante që për Izraelin, për interesat e tyre, të jetë, mund të them, njëri nga akterët në Ballkan me prezencën e saj qoftë, mund të them, diplomatika apo edhe në këtë rast edhe ushtarak. Qartë. Mirë, një tjetër zhvillim shumë i rëndësishëm në fakt që përfshin rajonin tonë të Ballkanit është tashmë ardhja e gazit amerikan për në Ukrainë, i cili do të zvendçojë pikërisht gazin rus. Është nënshkruar i marrëveshje mes Greqisë dhe Ukrainës, ku ka qenë i pranishëm vetë presidenti Zelenski dhe kryeministri Mitsotakis, një marrëveshje e cila e çon tashmë gazin amerikan që Evropa e blen nga Greqia përmes Ballkanit në drejtim të Ukrainës. Është një lajm që ditët e fundit ka zënë një hapësirë të konsiderueshme në mediat në Shqipëri, kam përshtypjen edhe në ato në Kosovë. Besoj që edhe për ty ky është një zhvillim i rëndësi. Po, e vërtet, e tëra kjo në sferën e një geopolitike të re, ndryshimeve, do thot, jashtëzakonisht dinamike dhe me hapat e shpejtë. Mendoj se që LNG-a apo gazi i lëngët amerikan, i cili po dëpërton tani në Evropë, është një mjet i presionit, por mund të them drejtën edhe i varësisë që po hymë të gjithë Evropë. Sepse kjo pas ka filluar në vitin 2022, sidomos ka pas propozime dhe projektet e tilla që gjermanët nga i presioni në mandatin e parë të Trumpit, që ka bërë Merkelit për Nord Stream 2, ka qenë ekskluziv që të jetë e varur dhe të nisë të furnizohet me gazin amerikan. Dhe kjo mendoj që ka të bëjë sidomos me luftën në Ukrainë, për gjithatë dëm të infrastrukturës dhe kuptohet asaj arenet të luftës që po zhvillohet dhe goditjeve që po bën në infrastrukturën ukrainase të energjisë. Atëherë marrëveshja 20 km të rreth të Egjeut në territorin apo
më të them në pjesën greke, është jashtëzakonisht e rëndësishme sidomos për vijen dhe tubacionin që do kalon nga Greqia, Bullgaria, Rumania dhe Moldavia. Dhe kjo do të jetë jashtëzakonisht një referencë e rëndësishme për të ardhmen energjetike të këtyre vendeve dhe mendoj që është më rëndësi për Ukrainën që për këtë dimër do thotë të ketë një furnizim i cili realisht është, mund të them, në projekt dhe plan i cili ka rritur që tashmë të nënshkruhet edhe në prezencën e kryeministit grek, pastaj ambasadores amerikane dhe kuptohet vetë Zelenskit. Por mendoj që rëndësia strategjike e këtij tubacioni është e rëndësishme ndoshta edhe për ne, edhe pse Kosova ende nuk është pjesë, do thotë, e këtij rrjeti, por geostrategjikisht mendoj që është e rëndësishme që largohet nga Ballkani përfundimisht influenca ruse, apo mund të them ajo që ka disponojnë rusët me kapacitetet e tyre, dhe kjo varësi do thotë tashmë kalon nga te pala amerikane. 5.5 miliard metër kub që parashihet të ketë Greqia, por në këtë projekt, thom drejtën, përfshihet edhe Maqedonia e Veriut, dhe kjo ekskluziv, meqense polakët kanë startuar, mund thëmë, edhe më herët në pjesën e portit atje të Gdanskit me 6.1 miliard metër kub. Dhe kjo është, mund të thëmë, ndoshta strategjia geopolitike me të cilën amerikanët dëshirojnë që këtë pjesë të Ballkanit apo të juglindjes Evropës ta kenë në influencë dhe në varësi të gazit të tyre. Dhe mendoj që është profitabile. Luftën sot që po bëhet në Ukrainë, interesat ekonomike të amerikanëve mund të kenë ngritje dhe e cila me siguri është jashtëzakonisht jetike dhe shumë e rëndësishme për veten amerikane. Megjithse kjo mund të ketë kosto më të lartë, po themi, nga ç'kishte gazi rus apo jo? Po, e vërtet. Për shembull, ke pasur dikon $59-69 ka qenë çmimi që janë furnizuar evropianët. Po. Dërsa tani kalon 160, dikon mes 150-170 $. Dhe do thotë është trefishim. Edhe pse mund të them drejtën, lufta në Ukrainë ka për të vetën që amerikanët të real kanë bërë presion që nga koha Merkelit, kancelares gjermane. Ka qenë do të ta e goditja që thashtë qështë në mandatin e parë Trumpi që të mos filloj Gjermania në projektin e Nord Stream 2, dhe kjo tashmë është realitet nga se çmimi do jetë, kuptohet, në nivelin më të lartë dhe do jetë e kushtueshme për jo vetëm për bizneset dhe subjektet ekonomike, por edhe për publikun dhe për qytetarin. Dhe mendoj që në këtë drejtim, por lufta në Ukrainë ka për të vetër që ndonjëherë kalkulimi i çmimit të mos vihet kështu në plan të parë, nga se është çështje ekzistencë dhe sigurisë. Por amerikanët me mençuri kanë ditur të shfrytëzojnë këtë element. Do thotë varësinë energjetike, por edhe furnizimin dhe blerjen e armatimit, që do thotë nuk ka tjetër ku evropianët përpos amerikanëve të blejnë armatim. Pikërisht. Dhe duket se një tjetër shtet që është në një krizë energjetike sa i takon gazit rus, kësaj here është Serbia, e cila duket se ka edhe vetëm 7 ditë, në mos gaboj unë, rezerva, apo kompania rrezikon që të mbyllet, po themi, në 7 ditë. Si qëndron çështja e Serbisë, besoj këtë e ke ndjekur më afër. Po, Serbia ka pasur një kohë gjatë bisedime me palën amerikane për prolongim të afateve dhe shtyrje me kërkesë të Serbisë, dhe nisi Serb apo industria naftës në Serbi me pronësit të në përqindje, mund të them më të madhe, kanë qenë pronar rus. Gazpromi. Po nga Gazpromi. Pastaj duket ka qenë një ndryshim që pronësia të kaloj tek shteti serb, por amerikanët këtë loje kanë hetu ma herët dhe kanë kërkuar që komplet dhe mund të them në linjë të plot të bëhet ndalesa e furnizimit, Serbia në këtë rast, të ndaloj importet e gazit rus, që realisht Serbinë është e fut, mund të them, në një krizë të rëndë energjetike. E përmendet ju 7 ditëshin, ka kalkulim që me Ungarin mund të kenë, me që se duket gjatë takimit të Orbanit me Trumpin, është kërkuar që mbrana një viti të përfundoj, do thot linja që furnizohen hungarez me gazin rus,
dhe besoj që do të jetë një koketim i tillë edhe me palën kroate nga ana serbe e shtetit serb, po edhe me palën hungareze. Dhe do të jetë arsyeja çështja e dimrit, një aspekt humanitar dhe mund të kërkohet që të arrihet një marrëveshje për ndoshta prolongim ose shtyrje të asaj që nënkupton që furnizimi për Serbinë mund të shtyhet deri mas dimrit. Por mendoj që Serbia mund të gjenë rrugë tjera, të cilat realisht do t'i kushtojnë edhe politikisht, nga se rusët edhe me furnizimin e armatimit që kanë bërë me Ukrainën nga pala serbe dhe tash dëgjueshmërinë sipas tyre ndaj amerikanëve mund të jetë një atërmbetje e vllazërisë slave në këtë rast. Por Serbia realisht gjendet në një krizë, mund të them, e cila nuk mund të kalohet edhe lehtë. Por mund të gjejnë edhe rrugë të dyta për furnizim, sidomos gjatë kësaj periudhe që po hym tash në dimër. A mund të jetë kjo krizë energjetike një shtys për ta përshkallëzuar dhe për ta rifuqizuar krizën politike që Serbia po kalon për një viti, pra të jetë një sebeb më shumë, po themi? Po, kjo ka impaktin e vetë edhe në krizën politike, ku dinamikat e brendshme politike në Serbi janë jashtëzakonisht të vështira dhe kanë hyrë në një fazë kur kemi tash base një vit që kemi një kundërshtim të asaj të quaj kampit të protestuesve të studentëve, por edhe të palës, mund të them, të opozitës serbe, e cila në këtë rast mund të shfrytëzoj këtë rast, por mendoj që në formë të tillë presionin ndaj Vučićit mund të jetë edhe kjo. Do thotë nuk janë të paqëllimshme të gjitha këto, mund të them, skenare të cilat mund ta rrezikojnë pushtetin e tij. Por për momentin mendoj që Vučići mund ta përdorë edhe në anën e kundër që të kaloj komplet dhe të t'ju bindet perëndimorëve, evropianëve në këtë rast, po sidomos amerikanëve. Dhe kjo mund të jetë një shpat me dytëja për personalitetin e tij dhe të ardhmen e tij politike, por mund të jetë ndoshta edhe kopzez për të që pastaj të ketë një bund edhe matemat në masovitet dhe në kërkesa nga palët e protestuesve të cilët kërkojnë që në Serbi të kemi ndryshim të regjimit. E gjitha këto lloj, do thotë, çdo problematikë që sot ka një vend me energjinë, atëherë automatikisht është edhe krizë politike, sepse energjia është, mund të them, alfa mega e zhvillimit të përgjithshëm të një shteti dhe është diçka jetike që nuk mundet një shtet të funksionojë në shumë sektor, apo është, si them kështu, shumë dimensionale për zhvillimin dhe për mirëqenien e një shteti. Dua të flasim edhe një çështje të fundit bashkë që lidhet me projekt rezolutën amerikane për trupat paqëruajtëse në Gaza, në të cilën Izraeli nuk dëshiron që të marrin pjesë, po themi, trupat turke. Dhe kjo sigurisht që patjetër ka përshkallëzuar dhe më tej tensionet që janë mjaft të larta mes dy shteteve, Turqisë dhe Izraelit. A është kjo një mënyrë se si Izraeli përpiqet që ta nxjerrë jashtë loje qeverinë e presidentit Recep Tayyip Erdogan nga lindja e mesme në kushtet kur ky i fundit po përpiqet që të faktorizohet? Rreth Gazës kemi një situatë, mund të them, jashtëzakonisht e komplikuar dhe që nga fillimi edhe 20 pishë i planit Trump, mund të them, ka lindur për të qenë, mund të them, jashtëzakonisht i pakjartë dhe implementimi i tij jashtëzakonisht i vështirë. Ata që njohin situatën në lindje të afërt, planet e tilla, mund të them, që nga marrëveshja Oslo 1 dhe Oslo 2 kanë qenë vetëm përshkrimen e letër. Mendoj që Gaza pa një rezolut për trupat monitorues apo trupa paqëruese, ta quaj kështu, kalojnë për mes një rezolute. Por rezoluta më duket që është e gatshme, po ka kundërshtime. Nga se problemi këtë që është nuk është futja trupave të Jordanisë, apo të Emirateve të Bashkuara, apo të një shteti që nuk ka fuqinë dhe kapacitetet për të rrezikuar interesat e Izraelit. Mirë po hall në sy dhe kuptohet faktor i cili i dhem më së shumti Izraelit është Turqia. Dhe hyrja e forcave turke për monitorim dhe mirëmbajtje të paqes, ta quaj kështu, në Gaza, sepse nuk e besoj që do kemi një paqe kështu kuptimin e plotë të fjalës, do kemi probleme edhe në të ardhmen, do kemi
si tham, kështu konflikte sporadike, do shta të intensitetit ma të ullët, por goditje që Izraeli do t'i përdorë në momentet e saktuara, sepse edhe grupet e tilla të cilat janë, mund të tham, që kolaborojnë me Izraelin janë mbas 4 grupe në rrypin e Gazës. Turqia dikun flitet në mediumet tona shqiptare dhe në analizat e njerëzve tonë flitet për numër që ndonjëherë është ma tepër për senzacion se sa që ka të bëjë me realitetin. Turqia mundësin e ka që të kontribuojë në aspektet përmes, mund të them, organizmit e tij të energjencave, të cilat mund të jenë ndoshta të ndërlidhura me shërbimin e inteligjencës turke për të hyrë në Gazë dhe për ta pasur një kontroll, mund të them, edhe mbi Hamasin, sepse Hamasi sot në një farë mënyrë është dera vetëm është Turqia që e njeh si organizatë lirimtare dhe ka zyrët e saj e veta në Ankara, që udhëheqen nga Muhammed Dervish, por mendoj që te ajo që ka të bëjë me numrin e forcave turke flitet nga 1500 deri në 2500. Nuk mund të flitet për numër ma të madh apo ma të vogël, nga se ende nuk është arritur marrëveshje me të cilën duhet të bindet Izraeli që trupa turke duhet të jenë të pranishëm. Është mas e vërtet që Trump ka dhënë fjalën Erdoganit që do jenë trupat turke në rrypin e Gazës. Këtë ka dëshmuar edhe ambasadori Amerikan në Turqi, ku do thotë Izraeli rezistencën është duke bërë në mënyrë jo, mund të them, racionale, nga se Amerikanët kanë dhënë fjalë dhe vetë personalisht presidenti Trump. Pra do jetë një situatë kur do kemi para përgatitje për një konflikt të ardhshëm në linjat e duelit turko-izraelit. Dhe mendoj që e ardhmja e desenës do kemi një përleshje të tillë pas largimit nga harta e rrezikut për interesat izraelite në thojza nga ana e Iranit. Dhe kjo do jetë pika më e vështirë e Izraelit që do ta ketë një ballafaqim me forcat turke. Do të kemi një përballje mes dy shteteve, po thua, mes Izraelit dhe Turqisë. Absolut është e pamundshme. Në regionin e lindjes së mesme në përgjithësi kemi më tani në skenë 3 fuqi të cilat mendoj që Irani, unë e shoh një ballafaqim me Iranin. Një konflikt kështu ushtarak mes Izraelit dhe Iranit, do ta kem episodin e dytë apo pjesën e dytë të lojës. Dhe kjo mund të shifet që Irani ka filluar të furnizohet bukur shumë me armative, sidomos në aviacion, si nga pala e aeroplanëve kinez, të cilat janë C-10 dhe të kuptohet edhe Suhoi 35 rus. Mirë po, thuhet që iranianët kanë arritur që të testojnë edhe raketat të cilat kalojnë domenin 2000 deri në 3000 kilometra. Flitet mund të jetë spekulim që po përgatitin edhe Karshamerin 500 që mund ta ketë dometin dhe goditjen në largësisë 12000 kilometër. Kjo mund të jetë spekulim prapë tham. Mirë po që se kryet dueli dhe prap ka një goditje nga Izraeli që nuk dihet si do të rrjedh fundi, si do jetë epilogu me Iranin. Konflikti i ardhshëm gjatë 10 viteve të ardhshme do ta kem Izrael-Turqi, sepse është e pamundshme që Izraeli të mos i jek nga harta e fuqive ushtarake dy rival kryesor siç janë Irani dhe Turqia. Por pas Iranit, Turqia është patjetër ajo që do ndeshet këtë beleki një nopa për edhe të vetë qeverisë izraelite, ku një grup këshilltarësh që kanë punuar para në qeverinë izraelite, është, mund të them, një plan i tyre, një studim i tyre 140 faqesh, ku parashihet që konflikti i pashmangshëm është me forca turke. Qartë. Mirë, zoti Bilali, unë të falenderoj shumë për bisedën në kushtet as pak komode edhe për të gjithë ekspertizën dhe informacionet që solle. Zoti Lori të kuptoj, po më kupton edhe mua. Asnjë problem, sigurisht. Dëshira kështë qenë të jemi në një vend ma komod, por ja kështu angazhimi e bot veten, a dul punë. Po knasi zërë me ty, është respekt, bashkëbisedimi me ty. Të falenderoj. Dhe gjithat mirat. Të falenderoj. Mirë, ishim me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Lutfi Bilali, folëm për disa zhvillime mjaft të rëndësishme nga arena ndërkombëtare. Ne do të shkëputemi dhe vetëm pas pak do të rikthehemi për bisedën e dytë. Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, do të flasim për disa zhvillime të rëndësishme ndërkombëtare që përfshin Evropën, por edhe Azinë dhe
pjesën lindore Azinë e Largët. Kam kënaqësinë që, si çdo të hënë, kem lidhje drejt për drejt me mua studiuesin e politikave të sigurisë, Elianos Kasaj nga Polonia. Elianos, të falenderoj që jemi së bashku. Të përshëndes. Dhe të falenderoj për ftesën. Do ta nisim fakt me një zhvillim mjaft të rëndësishëm që ndodh në lindjen e Largët, ku duket se tensionet midis Kinës dhe Japonisë janë ngritur, janë përkeqësuar për shkak edhe të deklaratave të gjuhës, pra të shprehjeve politike, sidomos nga ana e kryeministres japoneze në lidhje me Tajvanin. Po ti mund të më shpjegosh pak më shumë se për çfarë bëhet fjalë, çfarë janë këto tensione midis Kinës dhe Japonisë tani që në qeverinë të Japonisë ka ardhur një kryeministre si Sanae Takaichi, e cila është një nacionaliste dhe duket se ka rikthyer, po themi, qeverisjen e fortë në Japoni. Atëherë, gjatë kësaj jave, në rajonin e Azisë Verilindore, ose mund ta quajmë kështu, ose lindjes së largme, tensionet politike janë rritur jashtëzakonisht, kryesisht bazuar në dy zhvillime kryesore. Fillimisht ka qenë deklarata e kryeministres japoneze Sanae Takaichi, që gjithashtu ju një grua me karakter të hekur politik, nacionaliste, konservatore, një vijuse, ndërsa ajo e quan vetë të tillë, e vijës politike të ish kryeministrit të ndjerë Shinzo Abe, por pjesë e atij fraksioni të partisë ose koalicioni qeveritar, i cili mund quhet ekstremist, i djathtë, radikal, ultranacionalist. Gjatë qerës së saj në parlament, një nga deklaratat më të forta që ka dhënë ka qenë fakti që nëse Taiwani do të ketë në të ardhmen e afërt ose të largët një konflikt të eskaluar ushtarak me Kinën, Japonia do ta quajë atë si një dhunim të hapësirës së saj kombëtare të sigurisë dhe do të ruajë të drejtën për dislokimin e trupave, siç e kemi thënë së bashku më parë në një nga emisionet tuaja. Projekti i saj qeveritar bazohet edhe te fakti i dislokimit të trupave në Taiwan dhe Korenë e Jugut, diçka që Korea e Veriut dhe Kina sigurisht kanë qenë dhe janë jashtëzakonisht kundër, se pasi ne dimë dhe historinë që Japonia ishte okupues gjatë luftës së dytë botërore, që para fillimit të luftës parë botërore, që në fillim të shekullit e 20. Po, në vitet 1905-1907 ata okupuan drejtimin e Koresë, perandorinë e Koresë që atëherë, dhe më pas në 1931 ata filluan okupimin e Mançurisë dhe shpalljen e shtetit kukull të Mançukuos, që u quhet atë kohë. Edhe Taiwani sigurisht është pjesë e perandorisë japoneze, i okupuar po gjatë asaj periudhe. Kjo lëvizje është pritur shumë negativisht nga Kina, Republika Populore e Kinës. Ata kanë bërë thirrje direkte për tërheqjen e këtyre deklaratave dhe kërkimin e ndjesë publike, e cila nuk është bërë nga qeveria japoneze, ndërsa kryeministri japonez Sanae Takaichi ka thënë që ajo nuk ka çfarë të tërheqë mbrapa, edhe fjalët e saj janë diçka faktike, që Japonia është veprim që Japonia ka ta ndërmarrë, me thënë dislokimin e trupave japoneze. Kina ka qenë ndërhyrje drejt për drejt në punët e brendshme të Kinës, pasi siç e dimë, Kina quhen Taiwani një shtet të vërtetë, e quhen thjesht një territor pak a shumë si Hong Kongu. Në garancinë ose le të themi një okupim momental amerikan. Po që do të kthehet sërish në një të ardhmë të kësaj radhe. Do të jetë pjesë e Kinës. Ashtu si dhe Taiwani e quan qeverinë aktuale kineze, qeverinë komuniste kineze, i quan një qeveri që nuk përfaqëson gjithë popullin kinez, pasi Taiwani nuk është pjesë e saj. Dhe Taiwani është më nacionalist në disa aspekte se Kina, për sa i përket le të themi bashkimit ose territoreve të vjetra kineze. Gjithsesi, dhe elitat taiwaneze në Taipei e kanë pritur shumë negativisht këtë deklaratë të kryeministres Takaichi, dhe ka qenë shumë të forta nga të dyja palët, dhe nga pala kineze dhe nga pala taiwaneze, duke theksuar që të dyja vendet janë vende sovrane dhe nëse Japonia siç supozohet të jetë në marrëdhënien midis dy vendeve, e shikon Taiwanin si një shtet sovran dhe independent, kjo do thotë që fjalët e saj janë krejtësisht pa kuptimta, me fjalë për dislokim trupash, protektorat e të tjerë. Njëkohësisht, ky eskalim po prek edhe pak a shumë Rusinë,
Pasi një nga pikat kryesore përveç Taiwanit ka qenë debatet ditëve të fundit mbi ishujt e veriut që ata i quajnë, ose Kurilet e Jugut. Po. Kurilet janë një arkipelag shumë i madh, po ata kanë 3-4 ishuj, disa mikro ishuj që janë afër Hokkaidos. Përfshin edhe Sahalinin aty? Ata janë 3 ishuj të kryesor që ata kërkojnë. Po janë disa mikro ishuj të vegjël që merres një grup ishush pak a shumë. Po që Rusia ka që nga viti 1145 apo. Po. Pasi një nga faktet kryesore ka qenë që sot po diskutohet në parlamentin japonez është fakti që Japonia do të tregojë muskujt, po nuk është një vend sovran i një vend, pasi ata kanë shumë bazë amerikane, marrëdhënie të ngushta ushtarake me Amerikën. Në fakt kjo është pyetja. Kjo është pyetja që unë kam. A e ka mundësinë Japonia të dislokojë kaq shumë personel militar, siç thot Takaichi, duke qenë se Japonia vetë është një shtet i demilitarizuar prej luftës së dytë botërore. Ka bazë amerikane. Nga Shinzo Abe nuk janë më. Shinzo Abe e ka shpallur që nga 2013 ditën e paqes midis SBA-s dhe Japonisë, largimin e statusit të okupatorit amerikan, si ditën e restaurimit të pavarësisë. Ndërsa që nga 2013-2014 Austria japoneze po ndërtohet, po rindërtohet, le të themi, dhe sot ka gati afër 300.000, 282-285.000 trupa. Kështu që është në proces të ndërtimi e sipër. Gjithsesi, për të kthyer te Rusia dhe Kina ka qenë edhe fakti që Japonia së fundmi, së bashku me Korenë e Jugut, kanë hedhur idenë e marrjes së armëve atomike. Për dislokimin e armëve bërthamore amerikane. Pak a shumë si Rusia ka zhvilluar me Bielorusin, me dislokimin e raketave Arjeshnik. Ata po kërkojnë dislokimin e armëve, po kërkojnë është fjalë, le të themi, që ka disa kuptime, por le ta quajmë që Amerikat e kanë propozuar dhe ata nuk e kanë kundërshtuar. Dislokimin e armëve atomike në Korenë e Jugut dhe në Japoni, gjë që i shto tensionet, pasi siç e tham, Hokkaido nga territoret ruse, pavarësisht se si Japonia i quajnë ato të okupuara apo jo, është diku te 30 minuta, një gjë e tillë nga Kurilet e Jugut dhe diku te një orë nga Sahalini, ku është nga bazat më të mëdha ushtarake detare të Rusisë në paqësor. Njëkohësisht, në dislokimi i armëve atomike tregon që ky rajon po nuklearizohet në gradën totale, pasi Korea dhe Jugut ka armë bërthamore, Kina ka sigurisht, Rusia ne dim që është një nga dy përfshirjet më të mëdha bërthamore të botës, dhe nëse Korea e Jugut dhe Japonia do të kenë armë të pavarësisht ato do të jenë amerikane, le të quajmë. Patjetër. Kjo do të thotë që gjithë rajoni tani është një rajon nuklear. Ndërsa nëse që mbaj mend para diku tek 3-4 vitesh, ose para 5 vitesh në kohën e presidentit Trump, mandatit të parë, ishin tentativa për ta denuklearizuar totalisht dhe Korenë, po dhe pjesën e detit të Kinës që ne i quajmë, ose pjesën e Kurileve, që do të kishte as ndërsa bërthamore, as armë të këtij lloji. Gjithsesi, diskutimet akoma vijojnë mbi këtë aspekt, nuk është deklaruar asgjë një datë fikse ku mund të bëhet dislokimi i armëve ose do arrihet një gjë, pasi kjo do të kërkojë dhe kontratë edhe garanci, pasi janë armë bërthamore, ne dimë që duhet të mbajtur, duhet të jenë specialistë veçantë që duhet të shikojnë e të tjerë. Pavarësisht kësaj, ana kineze e ka bërë të qartë qëndrimin e saj kategori kundër gjithashtu edhe kësaj mase, pra marrjes së armëve atomike të Koreas së Jugut edhe të Japonisë. Ata nuk kanë bërë deklarar zyrtare, le ta quajmë, që të thonë që ne jemi kategorisht kundër kësaj e do të mundohemi ushtarakisht, pasi kjo është një çështje që tek e fundit kinezët janë të kujdesshëm, ne e dimë, nuk duan të kalojnë ca vija të kuqe që nuk kanë më kthim mbrapa. Por që në çështjen e Taiwanit, ata e kanë bërë të qartë që nuk do të trishen mbrapa dhe nëse një këmbë ushtar japonez do të dislokohet në Taiwan, atëherë kjo do të thotë luftë e hapur. Aktualisht Kina ka bërë thirrje qytetarëve të saj që të mos udhtojnë më për në Japoni. Linjat ajrore kineze janë në funksionalitet të plot për të tërhequr gjithë qytetarët kinezë nga Japonia. Ata kanë shpallur gjendjen e alertit, pra që ka rrezik midis dy vendeve, që qytetarët mund të mbeten aty, mund të arrestohen, mund të merren si pejë lufte e të tjerë, ose të intimidohen e të tjerë. Njëkohësisht, aktualisht në zonën ku është Taiwani, pra le të themi detin midis Kinës dhe Taiwanit, po dislokohet flota e madhe paqësore kineze dhe po bëhet gati për manovra mbrojtëse ushtarake dhe për ndërhyrje.
nëse do të jetë e nevojshme. Gjithsesi, Ministria e Punëve të Jashtme kineze e ka bërë të qartë që ata nuk kërkojnë konflikt, nuk kërkojnë që gjendja të eskalojë, por thjesht kërkojnë nëpërmjet dialogut dhe diplomacisë të shmanget një konflikt i pa nevojshëm me palën japoneze. Pas ata ka thënë që nuk kemi as edhe një gjë kundër popullit japonez, kundër Japonisë të tjerë. Çka ka ndodhur më para, ka ndodhur si ka ndodhur, ne po mundojmë të ecim përpara, por Japonia, kjo ka qenë deklaratë gjithashtu e fortë, do ta ketë qartë se kjo nuk është më Kina e 1931-shit, Qartë. po është Kina 2025-s, dhe ne besoj askush nuk mund ta kundërshtojë potencialin ushtarak kinez sot, që është i pa krahasimi Japonin. Japonia ka 120 milion banor, një gjë e tillë, besoj që Kina aq ka gjysmën e ushtrisë. Qartë. Mirë, dua të idemi tek një çështje tjetër, te një tjetër konflikt Elianos që duket se po shfaqet në sfond është ai mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Venezuelës. Aeroplanmbajtësi amerikane Gerald Ford është dislokuar në detin e Karaibeve. Nga ana tjetër edhe Maduro duket se ka shpallur mobilizim total përveç po themi retorikës dhe sulmeve verbale. Sa larg jemi një ndërhyrjeje amerikane të armatosur, apo janë thjesht provokime këto? Duhet fusim edhe faktorin e Rusisë ndërkaq në lojë këtu. Po, sigurisht. Ne dim që në këto 2 javë të fundit në marrëdhëniet venezueliano-amerikane ka qenë një tensionim i jashtëzakonshëm. Pak ka qenë iniciativa e presidentit Donald Trump për luftë kundër karteleve të drogës në vendet e tyre të origjinës. Në një farë mënyrë në këto është prekur edhe Venezuela, ndonëse ata nuk se janë një vend kryesor i karteleve, pasi ne dim që është Kolumbia, Meksika, vende që janë kryesisht afër Amerikës, ose që kanë shumë marrëdhënie historike me kartelet e drogës, e di quhen, me tregjet amerikane. Siç e thatë edhe ju, dislokimi i arsenalit total amerikan të Karaibeve, siç thamë, flotën e Karaibeve, destroyerit e të tjerë, ka çuar në shpalljen e mobilizimit kombëtar, ku janë diku te 200.000 njerëz që po merren në mobilizim kombëtar në Venezuelë, ndërsa deklaratat e forta që kanë ardhur midis të dyja palëve duke se kanë bërë të qartë që asnjëra nuk po të çet mbrapa. Presidenti Maduro ka bërë të qartë faktin se Venezuela do të jetë më një republikë bananësh, që është quajtur një herë në kohë Amerika Latine, si në vitet 70, ku Amerika gjatë fundit të 60, vitet 70, e viteve 80 ka ndërhyrë shumë herë në Amerikën Latine, duke suportuar regjimet fashiste, juntat ushtarake, ose ndryshimet e regjimit të dhunshëm, ne di quajmë. Në rasti i fundit, nëse unë nuk gabojmë, ka qenë në Honduras në fillim viteve 80. Që ata madje do okupuan Hondurasin, vendosin një qeveri kukull, po pastaj u rrëzua shumë shpejt pasi nuk pati suport të tjerë. Në këtë pikë edhe Rusia po ndërhyn, pasi së fundmi diku te para një muaj, Rusia dhe Venezuela kanë nënshkruar një traktat të ngjashëm, mbrojtje dhe reciprociteti, si me ato të Koreas së Veriut, ndosë pak më të ndryshëm, gjithsesi është një traktat që përfshin edhe mbrojtjen, sigurinë, strategjinë e të tjerë, mbrojtjen gjeostrategjike ta quajmë, dhe luftaniet ruse aktualisht kanë mbërritur në Caracas dhe i po dislokohen pak në mënyrë ta quajmë të ngadalt, po dhe të heshtur në portet venezueliane. Gjë që tregon që Rusia nuk ka për ta lënë pas dore, ose nuk tregohet neglizhet ndaj aleatit të saj historik, pasi ne dim që Venezuela që prej kohës së presidentit Hugo Chavez, dhe pas presidentit Maduro, është nga 3 vendet më të afërta me Rusinë, është Kuba, Nicaragua dhe Venezuela, pa përmundur Brazili që është pjesë e BRICS, edhe Argentina që ishte për një farë kohe shumë afërt me Rusinë para presidentit aktual. Gjithsesi, pavarësisht të mobilizimit kombëtar në mediat edhe ose në saktë publikun e gjerë venezuelian, ka qenë një gjë interesante nëse do të shikohet në intervistat e njerëzve. Shumë thonë që Maduro është diktator, dhe ndoshta pasi unë nuk jam venezuelian, nuk mund të them po ose jo, po që ka metoda autoritare qeverisje, ne të gjithë e dim, statist, centralizues, me dorë të hekurt, bazuar kryesisht te ushtria, pra një regjim i afërt me atë të Hugo Chavez, sa mund ta quajmë. Por që
në një farë mënyre, ajo çfarë presidenti Trump po bën, duke kërkuar të ndërhyjë ushtarakisht për ndrimin e regjimit, duke se legjitimon atë të Maduros. Pra, nga një tiran, nga një diktator ose një lider autoritar i cili përdorte dhunën ose pushtetin e medias ose shërbime sekrete ose dhe kartelet të drogës që ai quhet që bashkëpunon me ato të tjerë, për të mbajtur pushtetin në vend, me ndërhyrjen ushtarake amerikane që është një dhunim i kartës së OKB-s, është një dhunim i pavarësisë dhe suverenitetit të një vendi, dhe gjithashtu është një dhunim i të drejtës kombëtare të një populli për të zgjedhur qeverinë e tij, pasi po një qeveri tjetër do të promovohet me anë të armëve, jo nëpërmjet zërit të popullit brenda vendit të tyre, duke se kjo jep legjitimitet Maduros. Pasi, siç e tham, ai kalon nga figura një tirani, një diktatori në figurën e një mbrojtësi, një shtetari i vendas, i cili po mbron vendin e tij kundrejt okupatorit të huaj ose gringove që ne i quajmë, siç e quajnë amerikanët latinë, amerikanët e veriut. Kështu që në këtë pikë po krijohet një lloj kontradikte e çuditshme, faktin që Trump kur thotë që ai nuk do të ndërhyjë në vend, po ai po shpalos gjithë arsenalin e Karajibeve në brigjet e Venezuelës, gjë që është e intrigim fort si Amerikës, nuk është thjesht për të luftuar kartelet e drogës, pasi ne dimë që nëse Amerika do të kërkojë thjesht kartelet e drogës, nuk ka siç e thatë ju, dislokohen gjithë destroyerët, luftaniet e të tjerë para një vendi që është ai një shtet i Amerikës, pak a shumë sa Florida ose sa Nevada, nëse ta marrim sipërfaqen e Venezuelës, nëse GDP-ja venezueliane nuk i krahasohet me asnjë shteti amerikan. Ajo që unë dua të kuptoj edhe një herë është që anijet ruse janë në Venezuelë. Janë luftanie apo anije me personel civil? Ato kanë ardhur thjesht për, nëse mund të quhet e tillë, ato kanë ardhur në heshtje, kanë ardhur që ne i quajmë në hije. Nuk kanë ardhur duke bërë deklarata zyrtare që ne kemi ardhur për të mbrojtur Venezuelën ose amerikanët do të guxojnë të bëjnë këtë ose atë. Ato janë thjesht dislokuar në kuadër të traktatit për mbrojtje reciproke dhe për servitje strategjike që ata i quajnë. E kuptoj. Po që duhet të theksoj që këto nuk janë luftanie si ato të le të quajmë tipologjisë amerikane. Qartë. Pra ne nuk kemi këtu destroyer, avion bajtse ose raketë lëshuese, flasim me raketa të rrezit të gjata, bërthamore të tjerë. Këto thjesht luftanie normale të flotë së paqësorit që kanë kaluar nga Panamaja dhe kanë ardhur në Venezuelë. Qartë. Nuk ka asgjë këtu që mund të krijojë kërcim për amerikanët, por fakti që rusët janë në Venezuelë kanë ofruar suport për Venezuelën, diplomatikisht tani dhe ushtarakisht, sepse ato përgjithësi bëhet luftanie. Po patjetër. Luftanie. Tregojnë që ata ngotriqen brapa kësaj radhe, pasi ne dimë që Rusia humbi një lart të rëndësishëm vitin e kaluar, flasim për Sirinë, e cila rrezikoi gjithë dominimin rus në Mesdhe. Ndërsa, siç e tham, Kuba, Nicaragua dhe Venezuela janë dominimi rus, ose si quajmë avampostet e dominimit rus në Amerikën Latine, në Karaibe dhe në atë që mund ta quajmë uru midis paqësorit dhe Atlantikut. Qartë. Po që akoma nuk ka një deklaratë serioze, le të themi, zyrtare nga rusët, që ata do të thonë që nëse amerikanët do të godasin brenda, do të mundohen të ndërhyjnë etj, ne do të ndërhyjmë. Kjo nuk është shtënë akoma në mediat ruse, është lënë kryesisht në hije, le të themi të qartë. Shumë rrallë përmendet, përmendet që luftaniet ruse janë dislokuar, po që nuk ka asnjë deklaratë tjetër. Ndërsa siç ne shikojmë nga mediat dhe evropiane dhe ato amerikane, Venezuela ka bërë së fundmi dhe një deklaratë ku ka thënë që ai do të japin emrat e liderëve të kartelëve të drogës dhe njëkohësisht do të përpiqen të arrijnë një marrëveshje me amerikanët për t'u dhënë atyre disa nga fushat e vajit ose burimeve të vajit që ata kanë. Me thënë për të arritur një lloj konsensusi. Pasi ne dimë që Amerika nuk është për kartelet e drogës të gjë, ne po bëjmë burimin natyror të Venezuelës. Për naftën. Naftën dhe vajin. Pasi në prodhimet e naftës, si ne i quajmë, pasi Venezuela është nga të 3 vendet e Amerikës Latine më të pasura me këto gjë. Venezuela është vendi më i madh naftëmbajtës të botë. Po. Dhe ne dimë që Amerika tani po kërkon për të mbrojtur rezervat e saj këto marrëveshjet minerale, siç ka bërë me Japoninë, siç po bën me Rusinë, me Ukrainën, me Evropën, me vendet e Azisë Juglindore për të marrë mineralet e ralla, hidrokarburet në prodhimet e naftës, si vajin, benzinën e të tjerë, gazolinën. Pra,
Kjo është pra situata. Që Maduro po kërkon të arrijë një lloj kompromisi. Ai po mund të tregojë edhe muskujt në anë të mobilizimit kombëtar. Qartë. Po mundohet të arrijë një kompromis me amerikanët duke ulur tensionet, duke ofruar diçka që amerikanët dihet që aty po kërkojnë kartelet e drogës, sepse sigurisht është diçka naive të mendosh ata thjesht po vinë për të goditur 4-5 banda me drone dhe të largohen, duke distrokuar gjithë flotën. Sigurisht. Po gjithsesi, siç e thash, për ta përmbyllur, duke se kjo ka qenë si bumerang për amerikanët. Pas ata kërkojnë një ndrim regjimi në rastin më ekstrem, se gjëja do të eskalojë. Por ky ndrim regjimi po u kthehet kundër, duke promovuar figurën e Maduros si një mbrojtës ose figurë kombëtare kundër okupatorëve të huaj, që duan të ripërsisin historinë dhe të krijojnë një republikë bananesh ose një protektorat amerikan në Amerikën Latine ose ta kthejë Venezuelën brapa 40 vjet, 50 vjet. Kështu që nuk është e qartë se si gjë do të evoluojë. Do të shohim. Po që deri tani Amerika po humbet pikë. Do të shohim popull të Venezuelës dhe Amerikës Latine, Amerika po humbet pikë me këto lëvizje. Do të shohim se si do të zhvillohet edhe kjo, sepse janë ngjarje që zhvillohen çdo ditë në fakt, edhe duhet presim të shohim nëse do të ketë përshkallëzima, do të ketë ulje të tensioneve. Megjithatë, unë dua të kaloj në një çështje tjetër, duhet vi tani në Bashkimin Evropian, aty ku Hungaria dhe Slovakia po bllokojnë, po përpiqen të vënë veto planit 140 miliard euro për Ukrainën dhe përdorimin e aseteve ruse. A ka një çarje të Bashkimit Evropian që materializohet në bllokimin që këto dy vende po i bëjnë bllokimit të aseteve ruse dhe ndihmës për Ukrainën? Atëherë, gjatë kësaj jave, në një takim me studentët e universiteteve kryesore slovake në Bratislav, kryeministri slovak Robert Fico ka bërë të qartë faktin e qëndrimit slovak ndaj programit të Bashkimit Evropian për të kaluar 140 miliard euro për taksa paguesve evropian si ndihmë për Ukrainën për buxhetin 2025 deri nga mesi vitit 2026. Për të përmbyllur këtë vit të qartë deri në verën e vitit 2026. Sigurisht që Slovakia ka qenë një nga kritiket më të ashpra të këtyre programeve, që në fillimin e tyre, që me miliardat e para që janë dërguar, por pavarësisht vetos ose le të themi retorikës së ashpër të kryeministit slovak, ka qenë Hungaria ajo që mund të thuhet që ka vënë pikat mbi i në këtë diskutim. Në një deklaratë zyrtare të ministrit të punëve të jashtme Peter Siatro, ministri i punëve të jashtme të Hungarisë, i cili ka theksuar se Budapesti është totalisht kundër dërgimit edhe një centi më shumë drejt Ukrainës dhe promovimit akoma të luftës të përgjakshme që po mbush gati 4 vjet, në shkurt të 2026 të mbushem fiks 4 vjet nga kjo gjë, dhe mbylljes që Bashkimi Evropian ose Deshi Schulz që veprimi Bashkimi Evropian po i bën çdo tentativë të paqes ose çdo le të themi opinioni, ideje ose propozimi që vendet anëtare si Hungaria, Slovakia, por ne dimë që edhe Bullgaria, Kroacia, Slovenia kanë pasur për të arritur një lloj le të themi komunikimi me Moskën, dhe arritjen e një bazamenti ose ndërtimin e një bazamenti ku mund të ndërtojë një dialog reciprok. Situata duke se ka eskaluar, pasi tani sfundi ne kemi bërë të qartë më parë që fragmentarizimi brenda Bashkimit Evropian është diçka reale, diçka që po ndodh, nuk mund të fshihet më. E vërtet është. Ne kemi bllokun perëndimor, flasim të kryesuar nga Franca, Gjermania, Beneluxi, Italia deri në një farë pike, vendet skandinave, edhe Britania e Madhe, do sa ata nuk janë më pjesë e Bashkimit Evropian, që promovojnë luftën, promovojnë retorikën e ashpër dhe dërgimin e akoma më shumë parave dhe municioneve në Ukrainë. Dhe nga ana tjetër bloku lindor. Po. Dhe nga ana tjetër pra bloku lindor. Është bloku lindor. Vendet e Vishegradit. Duke sikur po kthehemi prap 30 vjet para, në kohën e luftës tonë. Po është bloku lindor, i cili kryesohet nga vendet kryesisht Hungari, Slovaki, Çeki, të cilat nuk duan të bëjnë më ose të eskalojnë situatën e të dërgojnë më para dhe armë dhe municione, pasi ti që kjo punë nuk ka për të dalë asgjë kundi.
është de facto që kjo gjë po dështon. U vun sanksionet, u pre sistemi Visa edhe Mastercard, u dërgua municione, janë dërgua me miliarda euro furnizime, suport diplomatik, social, ekonomik, shëndetësor, dasgjë nuk po arrihet. Është diçka që është më shumë po shkatron Evropën sa po e ndihmon Evropën. Me në pas kemi i vendet e treta, që quajmë neutralët, të cilët përfshin Poloninë, e cila suporton, por nuk do të ndërhyj. E ka bërë të qartë presidenti polak Nawrocki, e që për të shkuar deri në hyrje ushtarake në Ukrainë nuk ka përdorur kur asnjë anije, asnjë dron, asnjë avion, asnjë kombëtar polak nuk shkel në Ukrainë. Njëkohësisht kemi edhe vendet, siç ne kemi përmendur më parë, që promovojnë dialogun dhe diskursin diplomatik, siç janë Bullgaria, Kroacia, Slovenia. Madje Slovenia ne kemi thënë që këtë muaj ka diskutimet për të bërë referendumin për të dalë nga NATO. Po. Nuk di si do vej kjo puna e tyre, por gjithsesi ata kanë akoma diskutimin e sipër në atë gjë që mund të dalin nga NATO. Gjë që tregon dhe fragmentarizimi po kalon nga vija dhe brenda NATO-s në një farë pike. Dhe në anën hungarezo-slovake, duke se është bashkuar dhe pala çeke, e cila së fundi ka kryeministri i ri Andrej Babiš e ka bërë të qartë që Ukraina nuk ka çfarë të marrë më nga Çekia, dhe Çekia nuk ka çfarë të japi më në Ukrainë. Kështu që kjo gjë ka marrë fund. Ne e bëm pjesën tonë, kemi dhënë gjithçka që kemi mundur, kemi bërë mbështetjen tonë. Në anën sociale do vazhdojmë me këtë punën e vizave, kufimet e hapur, bursave të tjerë, por ky është fundi. Çekia do të mendojë për mbrojtjen e vetes sa për mbrojtjen e të tjerëve. Një gjë ka bërë Slovakia. Pasi slovakët sot për mbrojtjen e atmosferave të tyre ajrore bazojnë në ndihmën hungareze dhe atë polake. Pasi gjithë flotën ushtarake që ata kishin të avionëve mbrojtës të forcave ajrore, ata e dërguan në Ukrainë. Pra është diçka për një vend të NATO-s që do të ketë 5% sipas presidentit Trump të buxhetit në mbrojtje, kjo është katastrofë. Pasi ky nuk është një vend, le të themi i vogël, është një vend që ka gati 6 milion banor. Një vend që ka një GDP po thuajse 200 e ca miliard euro. Në të njëjtën kohë, retorika hungareze vjen edhe akoma më ashpër për shkak edhe të, le të themi, ndërtimit të partneritetit të ri hungarezo-amerikan, siç kemi përmendur së bashku. Hungaria tashmë po mbështetet kryesisht te SBA-ja, duke minuar totalisht Brukselin në çdo lloj aspekti. Ne vetëm në kuadër që Amerika tani po kthehet në partnerin kryesor ekonomik dhe veç atij politik sigurisht të Hungarisë, por njëkohësisht edhe në faktin e mbrojtjes financiare, ku së fundi gjatë vizitës në SBA ne kemi përmendur që së bashku me presidentin Trump ata kanë shkruar traktatin ose marrëveshjen e mbrojtjes fiskale, ku Amerika zyrtarisht shpa protektoratin e saj ekonomik mbi Hungari. Po. Ndërsa kryeministri slovak Robert Fico ka ndëshkuar dhe marrëveshjen ose partneritetin e ngushtë që ata kanë në Serbi, Hungari, Slovaki për mbrojtjen e burimeve energjetike, transmetimin e rezervave në rastin e një nevojë midis të treja vendeve, njëkohësisht edhe për mbrojtjen e kufijimeve të tjerë dhe dislokimin e informacioneve që mund të vinë në rastin e kërcënimit të jashtëm. Flasin nëse do ketë sulm dronësh, siç ndodhi në rastin e dronëve në Bielorusi, Poloni dhe Lituani. Për ta përmbledhur? Për ta përmbyllur, mund të themi se situata është shumë e tensionuar. Eskalimi i vijon akoma, ndonse pala hungareze dhe slovake janë takuar me palën ukrainase. Duke se hungarezët nuk kanë për të tërhequr së fundi mbrapa, por slovakët është diçka e diskutueshme, pasi slovakët e kanë bërë të qartë që ose kryeministri Robert Fico ka bërë të qartë që ai nuk ka për të dërguar asnjë këmbë ushtari slovak në Ukrainë, por e ka bërë të qartë që nuk do të dalojë askund që do të shkojë të luftojë. Ai e tha para studentëve që kush ka dëshirë të vejë të vritet për qeverinë e Kievit, është i lirë, kufiri është i hapur, mund të shkojë, por nuk ka pse të tërheqë gjithë vendin me vet. Ne nuk dalojmë asnjë. Ndërsa Hungaria ka bërë të qartë që as ai qytetar hungarez do të lejohet të participojë në konfliktin armatosur ruso-ukrainas. Njëkohësisht me ndërhyrjen amerikane dhe forcimin e marrëdhënieve me amerikanët, duke se Hungaria po thekson më shumë rolin e saj independent, sovran, dhe siç kemi thënë, nuk duket e largët dita
nëse ky trend vijon, që do të kemi edhe një huksit, ose si quhet ndryshe një ndarje e Hungarisë nga Bashkimi Evropian. Duket se po afron. Pasi pa kënaqësia, gjëbat e nëse kjo paketë do të miratohet, Hungaria ka për të marrë diku te 200 milion euro gjop, një gjë filloi. Pasi ata pagojnë 1 milion euro ditë për ditë, nga që nuk pranon emigrantët. Po. Por nëse ata dështojnë që të arrijnë një konsens me vetë tjetër që të bllokohet kjo paketë, atëherë ata do të shikojnë si deri azet si gjithmonë e do të marrin edhe një gjop më të lartë. Edhe ndoshta vjen 200 milion. Ndoshta vjen edhe dalja e Hungarisë në atë moment nga Bashkimi Evropian, mund të bëhet si shkak, po themi. Ose heqja drejt së vetos. Që ata Bashkimi Evropian po kërkon, por le të theksojmë që nëse Hungarisë do t'i vijë një gjop e radhës, kësaj do të jetë Amerika që do ndërhyj për Hungarinë, pasi quhet një prekje direkte e financave hungareze, të cilat janë nën protektoratin amerikan. Po, qartë. Pra Amerika do ndërhyjë zyrtarisht në punë të brendshme të Bashkimit Evropian dhe në Bruksel. Kjo nuk është thjesht një dashamirësi amerikanëve. Ky është hapur një hyrje e Amerikës brenda instancave të Bashkimit Evropian. Dhe njëkohësisht, nëse situata shkon deri në huksit, ne dimë që Hungaria aktualisht është më pro-amerikan në Evropën Lindore. Ndoshta pas Shqipërisë, nuk mund ta kem të qartë. Po flasim për presidentin Trump. Kështu që besoj që edhe amerikanët vetë janë disi suportues të idesë së huksitit në një farë mënyre. Pasi ne dimë që Amerika ka bërë qartë që ata nuk flasin si Bashkimi Evropian si një etnitet i përbashkët. Po. J.D. Vance ka bërë të qartë në Rom para gjatë verës kur bërë vizitën e parë zyrtare që Amerika e shikon çdo vend të përveçshëm, asnjë të përgjithshëm. E vërtet, kanë marrëdhënie personale. Bashkimi Evropian nuk ekziston, ne kemi të gjithë një për një. Ne ku kemi më shumë interes, aty investojmë më shumë. Ku kemi më pak, investojmë më pak. Ky është edhe rasti i Hungarisë. Hungarisë sigurisht. Qartë. Mirë, Elianos, unë të falenderoj shumë për bisedën edhe për gjitha informacionet që na sollen nga lindja e largët deri në Venezuelë dhe deri në Hungari. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Ishim me studiuesin e çështjeve të sigurisë Elianos Kasaj, folën për disa zhvillime mjaft të rëndësishme nga arena ndërkombëtare. Ky ishte edhe aktualitet për ditën e sotme. Ne do të takohemi sërish nesër. Qëndroni me NTV.